الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله سمع الله 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 أكبر الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu, paqja dhe mëshira e Tij qoftë për të dërguarin ton Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Të nderuar misafir, mirë se keni ardhur. Allahu ju nderoft dhe ju shpërbleft për mundin që keni bërë dhe jeni përgjigj ftesës son. Allahun e falenderojmë që na mundsoi edhe këtë ditë ta agjërojmë. Prandaj edhe kjo është një begati dhe mirësi prej mirësive të Allahut, që ta kryejmë këtë ditë si është më mirë. Elhamdulillah, thoni të gjithë elhamdulillah. Pa humbur kohë, me që e kemi afër namazin e jacis e të taravis, do të ftoj me një herë babën, hoxhën e nderuar Mazlami, për një fjalë përshëndetëse. Pastaj vazhdojmë edhe me programin inshallahu taala, pa e zgjatur për shkak të kohës, e cila është shumë e ngushtë deri në namaz të jacis. Ju falenderoj. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu aleyhi wasallam. Të nderuar vëllezër dhe motra,
ju përshëndesim me një përshëndetje të madhe shumë. Ajo është Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Selam pas kret globi, kret bota. Po më duket që edhe në Ukrainë do të vijë paqja dhe selami, edhe në Palestinë inshallah taala po vjen paqja dhe selami inshallah, pasi që kanë filluar edhe më shtruar iftarët në për ato gërmadhat, e ke pa, në për ato gërmadhat e prishura në për shtëpia po han iftarin. Na ku hangram iftar, vllazit ton ku po han iftar. Allahu xhalla xhelalu ja lehtësoft jetën aty edhe neve. Të nderuar vllazër, e falenderojmë Allahun xhalla xhelalu. Po më interesante është këtë vit se unë tash 2 vjet veç po i bëj penzion. Para 2 vite jemi pa një iftar këtu. Para 2 jave pronari i iftarit këtu që është, ai miku jonë Besforti, ata janë pak ma shumë se Besforti këtu, po me ta unë bisedat i bëj gjithë. Hoxha tha, qka dhe të bëjsh si vjetë, për iftar, për Ramazan. Unë pak vaneva, s'fola, më tha i vetë ta më se humbë traditen. U bo tradit kjo. E tash, ja do të mbajmë gjdo vjetë mu bashku e vlezër dhe motra në këtë vend, ose duhet me ndërprej. Po unë besoj që vllazrit tonë nuk në lonë me ndërprej, inshallah ta'ala, kështu që ky vend që kemi hangër iftarin tash 20 e sa vite, do të hamë dhe aq vite, inshallah ta'ala. E unë e lirisht po thëmë, Allahi i qoftë se vapin një vllau tonë që ju nuk e njifni, këtu qytetarët e kanë njoftë, pronari këti restorantit Nazimi, kër i tha djalit vetë, hoxh mazlumin e kem janë të ardhë shpis këtu. I shkoftë se vapi edhe ati atje që na ka qelë këtë derë që 20 e kësur vjetë. Na vim këtu në këtë vend që ta dini të gjithë se shumë kush i thot për mua ka shumë lek kë e ka pi merë këto iftare. Allah ju dhe është bereqet kretë kush e zgjatët dorën për iftar, edhe pjesë e madhe është e vetë pronarit të restorantit, e Allahu xhalla xhelaluhu ju dhe është kretë dhe bereqet, ja Rabbel Alemin. Unë e sonte s'kam që ka me folë, përveç se që më njifni të si çdo herë, Allahu xhalla xhelaluhu na i rujt vllazën e lëkin dhe unitetin. Allahun këtë mujt bekuar, na i shtoft hajrin dhe sevapin. I kemi para veti 25 dit, apo dhe pak ma pak, që të bëjmë mirë shumë. Pse? Që tjetë Allahu mbi 7 qiell, krenar me veprat tona në tokë. Na jemi populli i epshit, njeri ju është i epsheve, për i ndalë kret epshet një në nënë, për qasët rrugës Allahu xhalla xhelalu. Allah ju ndëroftë dhe juve. Sa për kuriozitet sonte, e kam një djalë të vllaut tim shumë vjeçar, Molla Jakub Hasipit. Rahmet shpirti, pas që 20 vjetë vdekje që e ka gjetë. E kam djalin e këtij sonte më ka ndërua si në vend prindit, po ja jap 2 minuta fjalë më ardhë me ju përshëndet juve e i shkoft se vape dhe babës vetë atje ku është tash. Inshallah është në xhenet. Qohë të ju fjallën e kjetësh. Ti zguxosh mu me më refuzua as si babën tonë si mua. është pak si copy-paste edhe ki. Sadi është djali i madh Molla Jakubit. Na njifemi me këtë vlla ose me babën e tij prej 75-ës. Allah i na bon të bashkë në xhenet inshallah taala. Andaj 1-2 fjalë ta zonë se më ka ardhur Jakupi këtu sonte, e mandej vazhdojmë programin. Më bëni halal, a? Pak njej si droh kur të më thejnë njerëzit me folë para njerëzve, po me qenë se ma kërkova atëherë fillimisht ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen më të bukur islame. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndjej kënaqësi të madhe që jam prezent sonte me ftesën e ju i nderuar i hoxh. Allahu ju shpërbleft
Është kënaqësi të jam prezent sonte këtu gjatë këtij muaji të shenjtë, kur e dim se muaji i Ramazanit është muaji në të cilën ka ndodhur ngjarje të rëndësishme në historinë tonë islame. Është muaji ku besimtarët afrohen më shumë me Zotin, ku besimtarët e pasurojnë shpirtin e tyre me vepra të mira dhe me bëmënësi ndaj të atyre që kanë nevojë. Në gjithashtu pa zgjat më tepër duhet ta përmendë një hadith të pejgamberit alayhis salam, i cili thotë gjatë muajit të Ramazanit hapen dyert e xhenetit, mbillen dyert e xhenemit dhe prangosen shejtanët. Po ashtu në këtë muaj, domethënë jemi ne ata të cilët i rrisim ndërgjegjen tonë ndaj atyre që kanë nevojë, pasurojmë shpirtin tonë me vepra të mira dhe rrisim ndërgjegjen tonë ndaj familjeve dhe antarëve të tjerë të fisit dhe gjithë njerëzve të tjerë anë mba. Ju faleminderit edhe një herë, edhe Allahu ja u pranoi këtë ditë të agjërimit, Zoti ju begatov me të mirat e tij dhe u pafshim në herave tjera inshallah, në raste tjera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderojmë babën për këto mundësi që na jep çdo vit që të bashkohemi në këtë vend pa e haruar edhe besfortim në familjen. Allahu është përbleft edhe prindin e tij, rahmetliun, po edhe familjarët edhe i dhash bereqet në këtë punë, në këtë veprimtari që e bëjnë. Për gjithashtu edhe vllajën tonë Sadudinin që ka marrë rrugë prej Kumanovës me ju përgjigj ftesës babës, Allahu e nderoft dhe është përbleft. Pa humbur kohë, e ftoj hoxhën e nderuar nga Lushnja, vllaun ton të dashur, Alban Puka, për një fjalë rasti. Allahu të nderoft. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khairil bariyati nabiyina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut azza wa jall, paqja lavdërimi i tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Nderuar vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, mirë se u gjej në sofrën e vllazërisë, në sofrën e bujarisë, në sofrën që nuk mund të jetë ndryshe në muajin e Ramazanit, atje ku Allahu xhella xhelalu bashkon kaq shumë zemra sa nuk do t'i gjesh në asnjë kohë tjetër. Allahu subhanahu wa taala zgjedh nga kohët atë që do, zgjedh nga muajt atë që do, zgjedh nga ditët dhe netët atë që do, dhe zgjodhi muajin e Ramazanit për t'i bashkuar ato zemra që gjatë gjithë vitit, jetës, kohës dhe dinamikës që ka jeta e bën njeriu çfarë? Neglizhent, haron familjen, haron babën, haron nanën, haron vllajën, haron motrën, haron komshitë e tij, haron farefisin e tij. Dhe si do të ishte gjendja jonë nëse Allahu subhanahu wa taala nuk do të na kishte dhënë këtë mundësi një muaj rresht ku njeriu rigjeneron veten e tij, pasuron shpirtin e tij, pastron zemrën e tij, ruan gjuhën e tij, e ndryshon gjithë qenien e tij. Dhe këtë mrekulli e bën vetëm muaji i Ramazanit dhe veçanërisht në qytetet e begatisë dhe bujarisë siç është Prizreni. Vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, jeta është mundësi. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thënë një hadith që e përmbledh gjithë jetën, që nga lindja deri në vdekje. Ightenim khamsan qabla khamsin. Shfrytëzo 5 gjëra para 5 të tjerave. Hayataka qabla mautik, jetën para vdekjes. Wa shababaka qabla haramik, rinin para pleqërisë. Wa sihhatuka qabla maradik, smundjen para shëndetin para smundjes. Wa faragaka qabla shughlik, kohën e lirë para se të zihesh me punë dhe halle. Wa ghinaka qabla faqrik, dhe pasurin para se të bëhesh fukara. E gjithë jeta këtu rregullohet. Në një nga ajetet që është shumë prekse në Kur'anin Kerim, kur përmenden në surën Ali Imran, ajetin 91, mos gaboj, Allahu thotë në Kur'anin Kerim, dhe ata të cilët
mohuan Zotin dhe vdiqën si të tillë, edhe sikur të na japin pasurinë e qiellit dhe tokës me arë dhe argjend, neve kurrë nuk do t'ja pranojmë, thot Zoti në Kur'anin e Kerim. Dhe nga shpjegimet më të bukura që kam parë në të tefsirin e këtij ajeti është pse? Sepse është kërkuar në këtë dynja një fjalë shumë e thjeshtë, shumë e vogël, por që nëse besimtari, siç thot pejgamberi e thot atë me sinqeritet, dhe ajo është shahadeti wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. O ju vëllezër dhe motra, duajeni njëri tjetrin për hir të Allahut subhanahu wa taala, sepse jeta e kësaj bote është aq e shkurtër sa që njeriu nuk e mendon kurrë. Asnjëherë Zoti në Kur'anin e Kerim nuk e lavdëron dynjan. E konsideron atë si një fragment, apo një moment, apo një jetë kalimtare, apo si jetë mashtruese, apo si dëfrime, dhe ti pret se me çfarë do përfundoj ajeti në fund fare, dhe Zoti thot thumma ilayna turja'un, dhe më pas tek neve do të ktheheni. Po ku është jeta? Pra jeta është gara, wasariu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dhe nxitoni o njerëz, nxitoni për tek falja e Zotit tuaj dhe xhenetet e larta, të cilat çfarë? Janë përgatitur, gjerësia e tyre sa qielli dhe toka, dhe janë përgatitur për njerëzit e devotshëm. Vëllezër dhe motra, lut Allahun azza wa jall na pranojë neve agjërimin, na forcojë imanin, na bashkojnë xhenetet e larta siç na ka bashkuar në sofrën e Ramazanit. Duajeni një tjetrin për hir të Allahut subhanahu wa taala, sepse në fund fare nuk do të marrim asgjë nga kjo botë, vetëm qefinin dhe dheun që na mbulon, dhe ajo që ngel është puna e mirë, dhe e mira në Kur'anin e Kerim është kthyer tek vetë njeriu, wa man amila salihan fali nafsi, dhe kush punon mirë e ka për veten e tij, wa man asaa fa alaiha, dhe kush punon keq e ka kundra vetes tij, dhe dije se Zoti yt si pën padrejtia skujt. Zoti është përblef gjithve, Zoti është përblef hoç mazllamin, Zoti është përblef të atyre të cilët e shtrojnë këtë iftar. Zoti ju bashkof në xhenetet e larta, dhe përkujtoni një tjetrin me dua, siç thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sa herë që besimtari e përkujton vllajën e tij me dua, edhe meleku që është pra tin thot edhe për ty qoftë ashtu. Nëse thua Zot fale, meleku thot edhe për ty qoftë ashtu. Nëse thua Zot mëshiroje, begatoje, forcoje, ruaj nga çdo e keqe, thot meleku edhe për ty qoftë ashtu. Dhe dijeni, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se duaja melekut nuk kthehet mbrapa. Zoti ju nderoj gjithëve, Zoti ju shpërbleft dhe faleminderit. Allahu ju nderoft në dynjë dhe në ahiret. Walhamdulillah, wa sallallahu nabina Muhammed. Allahu shpërbleft. Allahu nderoft. Falenderojmë hoxhën e nderuar Albanin, Allahu e shpërbleft për këto fjalë kaq të bukura dhe prekse prej fjalëve të Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar misafir, edhe një herë ju falenderojmë shumë. Allahu ju shpërbleft, Allahu na bashkoft në xhennetet e tij, ashtu si na ka bashkuar në këtë dynja. Walhamdulillahi rabbil alamin. Falënderimi takon Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jeni të lirë.